A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit, mëshiruesit dhe mëshirbërësit. Selamu alaikum të nderuar dhe shumë të respektuar vëllezër dhe motra. Gjindemi në 10 e mesit të muajit të bekuar të Ramazanit, për çka fillimisht të lutim Allahun xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu që mirësitë, begatit e Zotit xhelle shanuhu të panumërta dhe të pafundme që ka dërgu ai me mëshirën, me rahmetin e tij për ne, të jenë mbi ju dhe mbi familjet e juaja kudo që jeni. Gjithashtu lutemi që këto ditë të bekuara të Ramazanit, Allahu të na i ketë pranuar agjërimin, namazin dhe çdo vepër të mirë, dhe për hir të agjërimit, të namazit dhe të çdo vepre të mirë që kemi bërë gjatë këtyre ditëve, Allahu xhelle shanuhu të na falë, të na pastroj, të na shëroj dhe të na mëshiroj me forcën, me bekimin dhe me mëshirën e tij. Vëllezër besimtar, në këtë 10 ditësh e kem edhe një ngjarje shumë me rëndësi që njihet si betejë apo lufta apo fitoria e madhe e Bedrit. Çka lufta dhe çka lidhet me agjerimin, ne do të ndalemi në këtë pjesë shkurt ta kujtojmë një ndërlidhje të veçantë dhe shumë të madhe që ka lufta me agjerimin. Siç e dim, paraprakisht gjatë tërë këtyre viteve të ballafaqimit të besimtarëve, të muslimanëve me pabesimtarët, nuk do të thotë se nuk kishte provokime, nuk do të thotë se nuk kishte nevojë që të luftohet edhe më herët, mirë po besimtarët paraprakisht deri në këtë moment edhe kishin të ndaluar luftimin. Sikur Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu po don që njeriu fillimisht ta pregatis dhe ta forcoj që ai të jetë në gjendje fillimisht ta mund dhe të dominoj mbi nefsin e tij, të jetë ai i cili dominon edhe e lufton edhe e mund nefsin e tij me agjerim, dhe momentin kur ai dominon mbi nefsin, dominon mbi unin e tij, e mund nefsin e tij, do të jetë në gjendje që të dominoj dhe të fitoj në çdo sfidë edhe në çdo luftë edhe ndaj çdo armiku tjetër. Sepse në realitet është një realitet i hidhur por i madh dhe i vërtet se pjesa kryesore e besimtarëve tonë, e njerëzve që nuk e agjerojnë sot muajin e bekuar të Ramazanit, nuk janë arsyet eventuale të cilat apo me të cilat ata e arsytojnë veten e tyre, mirë po fatkeqësisht është mospregaditja edhe mosgadishmëria e tyre të dominojnë mbi nefsin e tyre, ta mundin nefsin e tyre, ta mposhtin nefsin e tyre. Dhe një njeri, një besimtar i cili nuk është në gjendje që të luftoj dhe të dominoj mbi nefsin e vet dhe ta mund nefsin e vet, si do të jetë në gjendje që të dominoj, si do të jetë në gjendje që të qëndroj, si do të jetë në gjendje të triumfoj ndaj një armiku apo përballë një armiku tjetër. Pra fillimisht Zoti xhelle xhelaluhu ve xhelle shanuhu i thirrri njerëzit, i thirrri besimtarët që ta bëjnë një lloj parapregaditje, ta sprovojnë veten që ta shohin se apo mund ta muajnë nefsin e tyre, dhe momentin që e mundin nefsin, e mposhtin nefsin, dominojnë mbi nefsin e tyre, u alejoj edhe daljen në përballje me armikun dhe siç e dim,
edhe pse ishin më të pakt në numër, ata dominuan dhe e fituan këtë luftë. Duke pas në konsiderat dhe duke mos e keq interpretu apo mos keq kuptue çështjen sikur qysh ka qenë ndonjëherë edhe tendencë se muslimanët ishin më të pak në numër, më të papregaditun edhe në aspektin luftarak e kështu me radhë, mirë po, atyre unë ndihmoj Zoti Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu dhe edhe sot e tutje, ne muslimanët fatkeqësisht ta keq interpretojmë këtë dhe të qëndrojmë duar kryq edhe të mos pregaditemi edhe në aspektin material edhe në aspektin e pregaditjes luftarake, por të provojmë edhe të tentojmë që vetëm ta kërkojmë mbrojtjen e Zotit, vetëm me lutje, vetëm me aspektin shpirtëror, ta kërkojmë ndihmën edhe për krahin e Allahut xhallahu.